E hënë, 13 korrik tashi. Mund të ndihesh pa durim, por fitoria vjen kur e menaxhon mirë në dashuri. Mos e testoni tjetrin me heshtje, sepse sinqeriteti sot sjell më shumë afrim. Në fund të ditës do e kuptosh se durimi ishte zgjedhja më e mirë. Demi, çtësia të favorizon dhe të jep mundësi të vendosësh rregulla në financa. Një plan i vogël kursimi sot të jep më shumë siguri për ditët në vijim. Një detaj i vogël mund të bëjë diferencën më vonë. Pinjakët, mendja të punon shpejt dhe një bisedë mund të hap rrugë për planet personale, bëj vetëm një hap të vogël, por të sigurt që mund të vazhdosh edhe nesër. Ruaj energjinë për gjëra që vërtet kanë pesh. Gaforja, sot zemra të tregon drejtimin, por rutina kërkon dhe arsyetim. Organizimi i vogël i mëngjesit ose mbrëmjes mund të ndryshojë gjithë humorin. Mos i nënvlerëson një shenjë të vogël që vjen gjatë ditës. Luani, kreativiteti yt të shqifor dhe të ndihmon të gjesh rrugën me vendime. Merr kohën e duhur, por mos lejo frikën të bëhet arsye për vonesë. Mbrëmja sjell më shumë qetësi nëse nuk e tepron me analizat. Pyqëresha, mos kërko perfeksionin absolut. Me humor mjafton qartësi dhe vazhdimsi. Humori përmirësohet nëse nuk e merr çdo gjë më shumë personalisht. Në fund të ditës do e kuptosh se durimi ishte zgjedhja më e mirë. Peshorja, dita favorizon harmoninë dhe biseda që tregojnë dashuri. Mos e testoni tjetrin me heshtje, sepse sinqeriteti sot sjell më shumë afrim. Një detaj i vogël mund të bëjë diferencën më vonë. Intuita jote është e fortë dhe të ndihmon të lexosh prapas skenat në vijim. Një plan i vogël kursimi sot të jep më shumë siguri për ditët në vijim. Ruaj qetësinë për gjëra që vërtet kanë pesh. Zgjetari, optimizmi të ndihmon, por në planet personale duhet dhe një plan konkret. Për planet personale bëj vetëm një hap të vogël, por të sigurt që të mund ta vazhdosh dhe nesër. Mos e vlerësoj një shenjë të vogël që të vjen gjatë ditës. Priciapi, disiplina jote jep rezultate, veçanërisht kur bëhet fjalë për rutinë. Organizimi i vogël i mëngjesit ose mbrëmjet mund të ndryshojë të gjithë humorin. Mbrëmja sjell më shumë qetësi nëse nuk e tepron me analizat. Ujori, mos u shkëput nga realiteti. Në vendime duhen hapa të zbatueshëm. Merr kohën e duhur, por mos lejo frikën të bëhet arsye për vonesë. Në fund të ditës do e kuptosh se durimi ishte zgjedhja më e mirë. Peshit, dita të sjell frymëzinë dhe një ndjesi më të thellë për humor. Humori përmirësohet nëse nuk e merr çdo gjë personalisht. Një detaj i vogël mund të bëjë diferencën më vonë.